Ju si të rinj keni fuqinë që të formoni kulturën e brezit tuaj. Të mos heshni ndaj asnjë forme të tillë. Vetë shteti jonë dhuron shumë dhunda njëve. Ka raste kur politikanët nuk janë shembulli më i mirë që duhet ta ndjekim. Dhuna nuk fillon vetëm me goditje, ajo shpesh fillon me fjalë, fillon me tallje, me përqeshje, me tendencë për ta kontrolluar dikë, për t'i treguar se si duhet vishet, si duhet flas, me presion, me xhelozi që nganjëherë mund të duket sikur dashuri, por nuk është dashuri. Ky ndryshim fillon me ju. Ju si të rinj keni fuqinë që të formoni kulturën e brezit tuaj, një kulturë ku dhuna nuk pranohet, ku respekti vlen më shumë se forca, ku vajza dhe gratë trajtohen si të barabarta, si partnere, si njerëz me dinjitet. Asnjëherë mos lejoni që ta fyeni ose t'ju fyej dikush, t'ju kërcënoj, t'ju bëj presion, t'ju shantazhoj, dhe nëse jeni dëshmitar që dikush po ja bën kështu dikujt, atëherë ju ftoj që të reagoni. Të mos heshni ndaj asnjë forme të dhunës. E di që edhe personalisht në ditët e sotme kur kemi një zhvillim të jashtëzakonshëm të teknologjisë, e cila krahas të mirave që i sjell, ka edhe rrezikun nga dhuna digjitale, për të cilën kemi pas një varg aktivitetesh në shkolla, sidomos në shkollat e mesme, të jeni të vëmendshëm e të vetëdijshëm në radhë të parë për sigurinë tuaj, për integritetin, për të mbrojtur gjithçka që ka të bëjë me qenien tuaj edhe fizike, edhe emocionale. Qysh kështu mund na mos siguru kur vetë shteti jonë dhuron shumë dhunda njëve. Për shembull, na kemi pas edhe para 2-3 javë një ligjëratë në shkollë, edhe me fillimin e ligjëratës e kemi pas ligjëratën me policë, edhe me fillimin e ligjëratës policë na bërtitë na thonë rrëni orë ju qenë në stacion në edhe çajo është një farë punë. Pyetja e parë është që si pritni ju që ne jemi të sigurt nëse vetë në institucione përdoret dhunë. Fatkeqësisht realiteti është i tillë, pra është i hidhur. Unë nuk mundem që me mohu këtë, sepse e kemi parë të gjithë që edhe në institucione fatkeqësisht edhe në këtë vend ku jemi sot ka pasur dhunë, pra është përdorur dhunë. Dhe mendoj që ka raste kur politikanët nuk janë shembulli më i mirë që duhet ta ndjekim.